Kryeministri Kristian Mickoski pritet që të hënën në Kuvend t'i dorëzojë emrat e ministrave të rinj nga koalicioni Vlen për t'i plotësuar pozitat që mbetën bosh pas zgjedhjeve lokale. Kryeministri është i prerë se nuk do të ketë asnjë resor shtesë për Vlenin. Këtë javë do dihen emrat, por ajo që është e sigurt është se ato resor, ato portfolio që ishin në qeveri, partit politike që e përbëjnë koalicionin Vlen, do t'i mbajnë. Kështu që këtu nuk do të ketë ndryshime shtesë, nuk do të ketë sektor shtesë, kështu që ajo është në kuadër të koalicionit të përbashkët, ndërsa rreth emrave të hënën do t'i dorëzoj pasi të kristalizohen. Por ato janë ato emra të cilët poshtë lart që qarkullojnë në opinion, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Deri më tani, zyrtarisht dihet se deputeti Bekim Sali do të propozohet për zëvendës kryeministër të parë, me që ky titull është jo formal, atëherë Sali duhet të mbajë edhe një resor. Për këtë gjasat janë që ta marrë pozitën e Orhan Murtezanit në Ministrinë për Çështje Evropiane, ndërkohë Murtezani të udhëtoj për në Bruksel si ambasador. Ndërkaq Arben Fetai do të mbetet në pozitën e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë. Së fundmi në kombinatorika është duke u diskutuar edhe pozicioni i ministrit të shëndetësisë, respektivisht mundësia që Azir Aliu të lëvizë në postin e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike, ndërsa si ministër i shëndetësisë të propozohet Bashkim Bakiu.